qenë se Albini ka kërku herën e parë që ne ta kemi kandidatin tonë dhe u japim edhe atë numrin shtesë, do me thonë, janë edhe 8 nënshkrime që duhet sipas kushtetutës me i dorëzu në kuvend, ne normalisht që nuk ishim dakord këtë variant, për arsye se ne e dim që nuk mundet me u zgjedh kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës nëse vetëvendosja nuk e voton. Është kryesisht normale. I dytë që ka propozuar zoti Hamza është me pas 2 kandidat nga Partia Demokratike, por mos me pas kandidat tjerë dhe me pas marrëveshjen që me u votu nga VV-ja këta 2 kandidat. Pse nuk u bë publike? Ja, vendin në zgjedhje po e qonë Albin Kurtin, po e qonë opozita. S'mund me që opozita në qoftë se ai është bashkëpunues me opozitën. Ai duhet me bolë qim.